Shikuesit besnik të Nxome din që pothuaj se në çdo epizod marrim rrugë drejt mëmës Shqipëri dhe jo vetëm për të servuar sigurisht tek ju materiale ekskluzive. Këtë herë është një histori suksesi prej themeluesit të ndet restorant që gjendet në Shënxen. Për parësitë, specifikat dhe shumë çka tjetër do mund të gjeni të përmbledhur në këtë reportazh ku themeluese ka bu paraqitjen e parë publike në media e pra ka folë për sa i përket biznesit të tij të krijuar një vit më parë. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo herë. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Shikuesit besnik të Nxome din që pothuaj se në çdo epizod mundohemi të promovojmë biznese të cilat janë serioze, kanë mision e vizion. Ndet Restaurant i është tuar Shënxenit duke kombinuar pamjen breslënëse të detit dhe ushqimin të jetë të shijshëm. Bar Restorant Det është një restorant i qelur vitin e kaluar në bregun e Shënxenit. Pas një historie disa vjeçare me restorante tjera, po jo me këtë emër. Në momentin që vendosëm të investonim këtu ku jemi tani, krejtërësisht na lindi dhe ideja e emrit Ndet. Një emër personifikues për vendin, pozicionin ku ne ndodhemi dhe për pjesën e gatimit që ne ofrojmë. Në vijën bregdetare të Shënxenit, aty ku deti takohet me relaksen. Prej një viti, mirëpret pushuesit një destinacion që po fiton zemrat e vizitorëve. Por çka ofron Det Restorant? Restorant Det është i bazuar te gjërat, gatimet që kanë bazë detin, por kemi dhe një menu shumë gjerë dhe për pjesën e pizzerisë, për pjesën e mishit, pastat. I pozicionuar pranë detit, ky ambient ofron një përvojë të plotë. Kuzhinë freskët mesdhetare, produkte detit të përzgjedhura çdo ditë. Një shije autentike që sjell më të mirën e bregdetit. Por nëse flasim për traditën shumë vjeçare në gastronomi, themeluesi thekson që punon me gjithë familjen e tij. Pasi jemi një familje e tërë, që jemi investuar gjithë kohën tonë në kryet të biznesit. Duke vazhduar nga babai, mamaja, unë, vllai, motra dhe të gjithë. Nuk se na harroj. Ai thotë se është munduar të përshtatet edhe me çmimin e tregut, duke marrë parasysh që Shënxeni vizitohet shumë nga shqiptarët e Kosovës. Duke qenë se Shënxeni është bregdeti më i afërt me Kosovën dhe klientela dhe klientat më të shumë numër janë vëllezërit tanë nga Kosova, për këtë arsye ne jemi munduar që të përshtatemi edhe kuzhinës dhe traditës të ushqimit i cila ofrohet dhe në Kosovë. E kemi ofruar dhe në Det Restorant T për arsye që pushuesit që zgjedhin Shënxenin dhe restorantin ton për të kaluar një drek apo një darkë, ndihen mirë dhe të ushqehen shëndetshëm. Duke u bazuar te cilësia që ofrojmë, mund të them që jemi një ndër restorantet që dalim më së lirti në treg. Bazuar në cilësinë gjithmonë. A ka konkurrencë në Det Restorant? Absolutisht ka. Dhe është gjëja më e mirë që mund të ketë. Konkurenca sjell zhvillim gjithmonë dhe na bën neve më të mirë për t'i ofruar më të mirën tregut.
Të ftuarin po e ngushtojnë pak. Nëse një mik i tij vendos të hap një restorant, çka do t'i thoshte themeluesi i ndet, apo si do ta këshillonte? Do e këshilloja durim, absolutisht durim. Besim në atë që nis dhe don të arrijë dhe investim pa mbarim. Investimi është kryesor në një biznes sepse po shohim gjërat po ndryshojnë çdo ditë, koha, njerëzit po pëlqejnë gjëra të reja dhe nëse nuk i përshtatesh ndryshimeve, do ngelesh një hap prapa gjithmonë. Mendi rendit disa nga arsyet pse duhet të vizitoni ndet, me pak fjalë çka e bën të veçantë këtë vend. Freskëia e çdo gatimit tonë. Duke qenë shumë afër me detin, kemi një mundësi që pak restorante mund ta ketë. Kemi një zgjedhje det për det, të peshkut dhe prodhimeve të detit, direkt në portin e Shëngjinit, i gjë që na personifikon duke pru gatimet më të freskëta në pjatat tuaja që do zgjidhni për të ngrënë te restorant. Ndet restorant nuk është vetëm ushqim, është një atmosferë dhe hapësirë ku mikpritja ndihet që në momentin e parë, ku shërbimi i kujdesshëm dhe profesionale bën çdo ditë më të veçantë. Ambientet komode bëjnë të përshtatshëm si për një familje, ashtu dhe për miq që kërkojnë një ambient relaksit pranë detit. Për në Zoom mendi ka zbuluar se së shpejti mendon të zgjerohet, por në lokacion tjetër, e deri atëherë shumë suksese për të.